Dekori festiv, aktivitetet e shumta kulturore, por jo vetëm, ushqimi tradicional dhe mikpritja kanë bërë që muaji dhjetor të tërheqë vëmendjen e vizitorëve të shumtë, jo vetëm vendas, por edhe të huaj. Dhjetori e gjen Shkodrën të mbushur me dritë, ngjyra dhe gjallëri. Qyteti është shndruar në një destinacion të preferuar dimëror, ku rrugët dhe sheshet marrin jetë nga atmosfera festive dhe prania e turistëve, vendas e të huaj. Të huaj që zgjedhin Shkodrën gjatë këtij muaji vlerësojnë veçanërisht marketin e Krishtlindjeve, gatimin tradicional, shijet autentike dhe mikpritjen. Unë jam nga India, është hera e dytë që vi, jemi prej 5 ditësh këtu. Më pëlqen shumë tregu i Krishtlindjes. Kam vizituar Kalan Rozafa dhe ajo është shumë e bukur. Më kanë pëlqyer edhe qytete të tjera si Tirana, Berati e të tjerë. Sot do të ikim drejt Malit të Zi. Yeah, I really like the food here. I think we had Më pëlqen gatimi dhe njerëzit janë të mrekullueshëm e shumë mikpritës. Brazil. Jam nga Brazili. Kam qëndruar vetëm një ditë këtu. Më pëlqen shumë Shkodra, ushqimi, mikpritja. Mendoj të rikthehem sërish mbase në verë. Shkodra në dhjetor nuk është vetëm dritë festive, por një përzierje e harmonishme e kulturës, e cila çdo vit më shumë po merr vëmendje.